për vendimit cilat I falin 50 milion euro, nuk koordinona me grupin. Unë nina I turprum edhe sot, që kum najt aty. Në vitin 2010 me kërkesën e kryeministrit tanishëm edhe kryetarit vetëvendosjes Albin Kurti, ju kam bashkangjit vetëvendosjes, edhe me shefin më të madh du besu që vetëvendosja është pikërisht organizata politike trashëgimtare e lëvizjeve dhe organizatave ilegale të viteve kur edhe baba jem I ndjerë ka kontribu. Dhe prej asaj dite deri në vitin 2021 kam qenë pjesë e gjitha strukturave të vetëvendosjes, Këshilli Përgjithshëm, Këshilli I Qendrës, kryesisë e QBS-a dhe mandatin e parë kryetari I Qendrës Prishtinës, ku për lumturinë teme më të madhe dhe suksesin teme më të madh politik, vetëvendosje përkundër që kërkush se ka prit atëherë I ka fituar zgjedhjet në komunën Prishtinës për kryetar komune. Kjo sigurisht ka ndodhur për shkak të punës madhe, edhe për shkak të mira aktivistëve që sinqerisht në udhëheqje sinqert, me kontribut sinqert e ka mundsuar ato. Kjo ka vazhdu për vitet tona, ku në vitin 2017 besoj që gjithë e dini që ka ndodhur një krizë e madhe në vetëvendosje, ku ju kanë largu 13 deputet, dikun 40 asamblesë krye Kosovën. Dhe unë kam pa tepër të rëndësishme që në zgjedhjet e brendshme të atij mandati të jem antar kryesie me qëllimin e vetëm që të ruhet një kohezion mes strukturave të vitit 2010-2011, cilat padrejtësisht vendim që unë pata kundërshtu në Këshillin e Përgjithshëm, u patën shkarku dhe u patën rizgjedh struktura të reja. Vitin 2017, kryetari I Qendrës Prishtinës zgjedhet Arben Vitia dhe prej ditës parë kam pas ankesën e punë e menaxhimin e qendrës. Mënyrën se si është punu, ose se si s'është punu në fakt, edhe mënyrën se si janë kriju një marrë vendime, është tentu më bë puna e kështu me radhë. Për 4 vite, as edhe një proces verbal, as edhe një mbledhje, nuk ekziston Qendra e Prishtinës. E kjo është e turpshme për një subjekt politik I cili për më tepër e ka obligim ligjor sipas KQZ-s që të mirëmbaj edhe të evidentoj çdo vendim, çdo mbledhje me korum, me prezencë, për shkak që ajo është çka nesër mundet mu përcjell edhe mu vërtetu. Tu e pas që si po shkon ajo, jo më imponu si asnjëherë më parë, në fushatën vitit 2021 që vendosim me dalë mirë në Qendrën e Prishtinës, në Prishtinë. Si për kandidatin për kryetar, si për asamble. Për jo befasin time, po për shkojnë base po, vetëvendosja ka humbë zgjedhjet. 2017-2021 se kemi as edhe një asamblesë më shumë, do jemi stagnim, ndërsa garën për kryetar e humbim turpsisht. Unë jam thonë Arben Viti që na kemi humbë, s'ka fitu LDK-ja, s'ka fitu për parim Rama, me këndash vetëvendosje, s'kish pas kush që mund. Po kandidati, ai s'ka dash, ai ka sabotu fushatën, edhe këto e dim plot. E kjo është e shkruar në raportin tim për fushatën si pjesë e shtabit në pjesën në gjysmën e dytë të tij se s'kam qenë prej fillimit. Dhe sigurisht që në një subjekt të mirëfill politik, dikush që prej 65% e sjell subjektin në zgjedhje lokale që sigurisht s'krahasohen në 33%. E në zgjedhjet e ardhshme parlamentare prej 65 në 47%, puna më e vogël që do të më bosh me dhënë ndërheqje dhe ato tu kërku falje e tu një turprum për rezultatin që e ka pru, për tomi që është bë. Dhe Arben Vitia s'ka dhënë ndërheqje, është rizgjedh prapë. Për mua ka qenë sinjali që unë nuk mundem me qenë pjesë e Qendrës Prishtinës, e strukturave të Qendrës së Prishtinës, vetëvendosjes në Prishtinë, në një udhëheqje të tillë. E vendimi më I turpshëm I cili ka bërë thyrjen, nuk është ajo që Badovci. Badovci ka qenë simptoma. Badovci ka qenë simptoma. Për shkak që na jemi manipulu, ku vetë kolegja Nora ka thonë që ky vendim është për prokurori. Edhe më pajtonë që për prokurori. Edhe unë diti kam thonë drejtoresë që me mu ky vendim s'ka lënë. Po më kom qëndru në mashtrimin e Gzimsveqe që këto e ka marrë, ky qëndrim është I kryesisë qendrore dhe Albin Kurtit. Dhe ato që e keni dëgjuar atë. Dhe kjo e ka bërë thyrjen e madhe. Unë kom thonë, nëse vetëvendosja është kundër debatimit, jo votimit, kundër debatit, atëherë këtu fshihet diçka e madhe. Dhe kjo ka pru në ato që mu mëlqu sulmi edhe me orë puna që unë para dikon 10 ditësh me pranu një vendim prej Komisionit Disiplinor të Vetëvendosjes që përjashtohem me arsyetimin se Berat Lau nuk është koordinu me grupin. Për vendimit cilat I falin 50 milion euro, nuk koordinona me grupin. Unë nina I turprum edhe sot, që kum najt aty.
edhe unë pajtona me Tynur, është për prokurori, e gjitha do të më shku me dhëmë përgjegjësi atje.